Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të komentuar pak banorin që në fakt ka ngritur një pikpyetje shumë të madhe në shtëpinë e Big Brotherit, me qëndrimet e tij, me natyrën e tij dhe me formën se si ai shprehet tek publiku apo tek banorët. Tani, që shtëpia ka dinamika dhe që në atë shtëpi do me thënë janë luajtur ca situata dhe mundohen që të fshihen ato situata, Rogerti, banori i ri që në fakt ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, po luan një lojë shumë interesante. Ai po mundohet që do me thënë të godet, është shumë i drejt për drejt, është shumë i sinqert dhe nuk toleron në asnjë mënyrë që banorët të luajnë apo të përdorin të tjerët. Tani, Miri përsëri mbrëm bëri atë lapsusin që ka bërë në herët e kaluara. Ai tha që unë Selinën e shoh si vajzën time, realisht lëvizjet, mimikat e tij, qëndrimet e tij nuk qëndrojnë me qëndrimet e një vajzës. Një baba nuk mund të sillet ashtu me një vajzën. Dhe realisht Rogerti thjesht i nxori në pa disa gjëra që banorët nuk mund t'i nxjerrin. Unë e shoh një shpirt luani, pa marrë parasysh që ofendimet i ka pak të tepruara, sidomos tek pjesa e Artan Kolës nuk më pëlqen, sepse Artani është një rob i thjesht, është njeri i mirë dhe nuk i meriton ato ofendime, i ka pak ofendimet e tepruara, por është banor që ka hyrë me një luan brenda vetes dhe dëshiron që të del deri në fund i pëlqyer. Ai do me thënë ka një qëllim. Qëllimi i tij është të merr frontin e shtëpisë, të jetë i pari i shtëpisë dhe të shkon drejt finales. Do me thënë nuk ka asnjë lloj qëllimi tjetër. Ky është qëllimi i Rogertit. Unë uroj që ai të vazhdon të luan në lojë, do me thënë ka ngjallur dinamika, ka futur zjarin në shtëpi, është i vetëm kundër të gjithë atyre banorëve dhe mbrëm e pash që asnjëri nuk mundeshte që ta mundte. Miri ngriteshte në vokal apo në z në momentin kur Selin bërtiste, do me thënë dhe Miri aty bënte lojën. Miri nuk ka lojë, është i fshehur në lojën e Selinës dhe në momentin që do të del nga shtëpia Big Brotherit do ta kuptoj këtë gabimin që ka bërë, sepse nuk i kuptuam dot vlerat e atij njeriu, nuk e kuptuam dot njeriun që Miri ka brenda vetes. Selin e manipuloi, ndërsa në anën tjetër do me thënë banori i ri, Gerti i themi të gjithë, po lufton dhe mundohet që t'i nxjerrë të gjitha të vërtetat e asaj shtëpie, gjë që në fakt publiku i shikon, por në përprajme dhe nga banorët nuk fliten dot me zë të lartë, sepse normalisht nuk mund të prekin privatësinë e tjetrit, ndërsa Gerti po prek privatësinë e të gjitha atyre dhe në fakt mua m'pëlqen që aktivizoi çik Angelon, se mos ishte Gerti, Angelo është në gjumë dhe nuk po bën fare asnjë lojë. Tani sa do të jetë i vetëm Gerti në gjithë këtë rrugtimin, ai do me thënë pati sot edhe me DJ Gimbo një bisedë që ty të ka dhënë Gjesti leksione nga jashtë, do me thënë është shumë i zgjuar dhe dihet i shikon të gjitha lojat siç duken në ngjyrat e tyre. Le të themi që është një lloj fenomeni në këtë Big Brother. Si shikon ju lojën e Gertit?